5 minuta me Zotin. Java e shenjtë. 6 ditë para Pashkve, Jezusi erdhi në Betani, ku jetonte Lazari, të cilin Jezusi e ngjalli prej së vdekuri. Aty ja bën gati darkën. Marta u shërbente, e njëri ndër ata që ishte në tryezë me Jezusin ishte Lazari. Kjo është java e fundit e veprimtarisë së Jezusit. Liturgjia këtë javë quan java e madhe, ose java e shenjtë. Asnjë javë gjatë vitit nuk quhet kështu. Kjo javë është e madhe sepse në këtë javë kanë ndodhur për ne ngjarje të mëdha. Është e shenjtë sepse na paraqet lajmin e vdekjes së birit të hyjit dhe ngjalljen e tij, fitoren e tij mbi mëkatin dhe mbi vdekjen. Shëngjuni këtë gjë na paraqet në mënyrë veçanërisht të frymëzuar dhe të përjetuar. Ai ishte i vetmi nxënës i cili deri në fund ishte me mësuesin. Jezusi është në Betani tek Lazari të cilin e ka ngjallur. Marta është e punësuar plotësisht për të shërbyer mysafirët. Ajo ka dëshirë të madhe që gjithmonë ta pres mirë Jezusin. Këtë gjë dëshiron ta bëj tani në mënyrë krejtësisht të veçantë, sepse ja ngjalli vllajin. Ajo do të falenderoj konkretisht për të mirat që mori. Dyert të shtëpisë së saj për Jezusin janë gjithmonë të hapura. Ai kthehet me gëzim të madh në shtëpinë e Lazarit, sepse ndjente si e duan dhe si e pranojnë. Në këtë shtëpi ndjehej mirë, ishte i lumtur dhe i kënaqur për shkak të Lazarit, Martës dhe Marisë. Atëherë Maria mori një libër parfum nardi të pastër e shumë të shtrenjtë, ja leu këmbët Jezusit dhe ja fshiu me flokët e vet. Shtëpia u mbush me erën e këndshme të parfumit. Maria gëzimin dhe falenderimin e vet e shpreh në një mënyrë krejt tjetër. Ajo gjithmonë ishte më e vëmendshme ndaj fjalës së Jezusit, më e kujdesshme se Marta. Aq shpesh dinte të ulej të këmbët e Jezusit duke e dëgjuar, derisa Marta ishte plotësisht e zënë me punë që të pranoj mirë dhe ta nderoj Jezusin dhe nxënësit e tij. Me një rast, Jezusi e qortoi se nuk duhet të kujdeset shumë se si duhet ta pres. Për shkak të përshpejtimit të madh dhe të kujdesit për pritjen e jashtme, nuk i mbetej as vend as kohë për ta dëgjuar fjalën e tij, për t'u takuar dhe për të komunikuar me të. Jezusi pikërisht këtë gjë e pëlqente. Edhe në jetën tonë të përditshme, shumë herë kujdesemi se si do t'i pranojmë mysafirët dhe çfarë do të gatuajmë për ta. Shumë herë përqendrohemi vetëm në këtë gjë dhe atëherë me miqtë tanë as pak nuk takohemi. Përveç mikpritjes së jashtme, ekziston edhe mikpritja shpirtërore e brendshme. Dera e shtëpisë ose e dhomës sonë ka mundësi të jetë e hapur, mirë po për shkak të përshpejtimit dhe të punës së madhe, dera e brendisë sonë mbetet e mbyllur. Na duhet ta sodisim ngjarjen në të cilën shikojmë se si Maria e pret dhe e nderon Jezusin. Mirësia e saj është mirësi që bëhet pa kursim, ndërsa butësia e saj e pakufinshme dhe jashtëzakonshme. Parfumi ishte tepër i shtrenjtë. Maria nuk e ruan, por me të ja lyen këmbët Jezusit. Ai e lejon që në këtë mënyrë ta tregojë dashurinë dhe nderimin që ka për te. Sigurisht, shumë prej të pranishmëve, ajo i ka befasuar me sjelljen e saj. Juda e qorton për arsye të shpenzimit të madh. Atëherë, Judi Iskarioti, njëri prej nxënësve të tij, ai që kishte në mend ta tradhtonte, tha: "Pse nuk u shit ky parfum për 300 denar e nuk ju ndas kamnorëve?" Juda e llogariti shumë shpejt çmimin e parfumit. 300 denar vërtet ishin shumë më madhe që të harxhoheshin në këtë mënyrë.
ky parfum vlente sa kishte për të fituar një punëtor gjatë një viti. Prandaj, ai do të duhej të harxhohej disi ndryshe. Në botë ka aq shumë të varfër, pra njerëz që do të kishin mundësi të përfitonin nga kjo bamirësi, po të shitej ky parfum. Vrejtja e Judes është me vend dhe meditimi i tij është bamirës. Çdo gjë do të ishte mirë, po të ishte Juda i sinqert. Mirë po, ai kishte fshehtsitë e veta për shkak të cilave vetëm në mënyrë sipërfaqësore hidhrohet me arsye. Juda e dinte se prej këtij fitimi ai vetë do të përfitonte më së shumti, sepse duke vjedh merrte nga arka e përbashkët. Prandaj, në përgjigje, Jezusi është serioz dhe lejkatar. Atëherë Jezusi tha: "Lere, le ta bëj këtë për ditën e varrimit tim. Skamnorët i keni gjithmonë me ju, kurse mua nuk do të më keni gjithmonë." Javën e fundit të jetës toksore, Jezusi çdo gjë shikon në dritën e ngjarjeve më të rëndësishme të cilat do të ndodhin në te. Ky gjest i Marisë ka vlerën e pashkve. Ajo tani e bën atë që do të duhej të bëhej të premten e madhe, por nuk do të jetë e mundur. Për këtë arsye, lyrja e këmbëve të Jezusit me këtë rast ishte shenjë varrimit dhe ngjalljes së tij. Maria ishte e lidhur me Jezusin vetëm me dashurinë e saj të pafund edhe në atë gjë që do të ndodhë. Jezusi mendon në këtë gjë dhe është i kënaqur që dikush shkon pas tij në këtë gjë. Ka gjeste të cilat kanë vlerë të përjetshme e të cilat kemi mundësi t'i bëjmë vetëm një herë në jetë. Janë të lumtur vetëm ata që ja dalin për t'i bërë. Maria ishte e tillë. Me intuit dhe inteligjencë të zemrës u ngrit mbi vlerën materiale, mbi mentalitetin, prandaj që e aftë që në këtë mënyrë ta nderoj dhe ta falenderoj Jezusin. Atëherë krypriftrinjt vendosen ta vrasin edhe Lazrin, sepse për shkak të tij shumë judenj i linin ata dhe besonin në Jezusin. Urrejtja është e verbër, edhe Lazri është në rrezik. Të gjithë ata që e pranojnë Jezusin, pranojnë dhe ndajnë me te fatin e jetës së tij. Hyj ta dhuroft fatin jetësor të Jezusit.